Për ty që do t'i arrish mirësitë e natës së Kadrit. Profeti ynë, Muhamedi alayhi salam, thot në një hadith: kush falet natën e Kadrit duke besuar dhe shpresuar, i falen atij mëkatet që ka bërë më parë. Duke besuar, pra me besu Allahun e lartësuar një të vetëm, me adhuru Allahun e lartësuar një të vetëm, me besuar dhe me pasuar profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, me besim. Pra me thonë la ilahe illallah Muhammedun Rasulullah, nuk ka Zot që meriton të adhurohet përveç Allahut, Muhammedi është i dërguar i tij. Me thonë këtë fjalë me bindje të plotë se ka botë tjetër, se ka xhennet, se ka xhehenem, arrin mirësitë e natës së Kadrit. Nata e Kadrit, më e mirë se 1000 muaj. Lejletul Qadri khairun min 1000 shahr. Nata e Kadrit, thot Zoti i gjëtësisë në Kur'an, është më e mirë se 1000 muaj. Prandaj vllai im, motra ime, thuaj la ilahe illallah Muhammedun Rasulullah. Nuk ka Zot që meriton të adhurohet përveç Allahut, Muhammedi është i dërguar i tij. Allahu i rujt.